Zyrtarisht beqare, Loredana konfirmon divorcin nga ish burri. Teksa ishte pjesë e shtëpisë më të famshme të VIP-ave në Shqipëri edicioni i 4, Loredana Brati zbuloi se ishte martuar me letra. Edhe pse ishte ndar nga ish partneri, ky i fundit nuk i kishte dhënë divorcin. E mbrëmjen e djeshme ish banorja e shtëpisë së VIP-ave zbuloi në goca dhe gra se është zyrtarisht beqare. Loredana tregoi se ka përfunduar martesa që kishte zgjatur disa vite. Raporti krijuar për letrat italiane. Po, sa po jam divorcuar. Martesa ishte për letra, zgjati 3 vjet dhe javën e kaluar i dhash fund. Ka pohuar Loredana me sinqeritet. Ndërkohë fansat e saj janë kurioz që të dine se çfarë po ndodh me raportin e saj me këngëtarin, Josefin Marku. Ata krijuan një histori dashurie brenda shtëpisë më të famshme të VIP-ave edicioni i 4 e cila pati mjaft ulje dhe ngritje. Por pas përfundimit të reality show-t, Loredana dhe Jozi nuk janë parë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe as nuk kanë komentuar rreth tyre. E të gjithë duan të dinë nëse janë bashkë apo jo. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.